Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni i parë informativ i lajmeve ai orës 8 në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Punojësit e shtetit dhe politikanët duhet të tregojnë çdo bisedë apo takim me individ apo kompani që i kërkon shërbime të caktuara nga shteti. Nisma ligjore që synon të rrisë besimin e publikut e ka administrata dhe të shmang konfliktin e interesit është propozuar në parlament nga Partia Socialiste si pjesë e paketës negociuese. Shpërtim tritori në lagjen Partizani në Vlorë, lënda plase në portën e jashtme të banesës në pronësi të 63 vjeçare Zbakie Zoto. Kjo e fundit është nëna e Gentian Zoto, si dënuar me 35 vite burgim për atentat ndaj Inez Ajrullës, më 10 maj të vitit 2019. Si pasojë e shpërtimit, pati vetëm dëme materiale. Në bashkëbisedim një orësh të kësaj të shtune, me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, Sali Berisha kryefjalë kishte atë që e quan farsë elektorale. Kjo në kushtet kur brenda partisë gjithë më shumë po dëgjohet zërat për përgjegjësi. Berisha qartëson se nuk do të ikë, por fton demokratët ta largojnë përmes votës së brendshme në parti. Shqiptarët festuan 81 vjetorin e çlirimit të Ardheut nga pushtimi nazi-fashist, ndërkohë nga ana tjetër, krerët më të lartë të shtetit dhe diplomatët e huaj nderuan dëshmorët e Ardheut pranë memorialit Nëna Shqipëri, ku nuk munguan udhëtarët e diktatorit Enver Hoxha. Nga opozita dje festoi vetëm Partia e Metës, pasi PD nuk e njeh 29 nëntorin si ditë çlirimi. Për historianin Pascal Milo, debati se kur iku Gjermani i fundit është pa vlerë historike. Sot për 4 orë aksi rrugor Kakavi-Anin do t'jeti blokuar për shkak të një proteste të fermerëve grek. Qarkullimi i mjeteve në rrugën Kakavi-Anin do t'jeti mbyllur nga ora 18 deri në orën 22 me orën greke. Do lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore. Moldavia, e cila nda një kufi toksor me Ukrainën, mbylli përkohësisht hapësirën e saj ajrore pas ndërhyrjeve të reja me dron në territorin e saj. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, droni nuk u zbuluan nga radarat moldav, por ndërhyrja e tyre u konfirmua nga autoritetet kufitare në Ukrainë. Presidentja Moldave dënoi sulmet ajrore në Ukrainë, duke thënë se nuk korespondon me gjuhën e diplomacisë dhe as me atë të një vendi që pretendon se po negocion paqe. Pas 2 podiumeve radhëzit e 2 medalëve të argjend, Lara Kulturi nuk mundi të siguroj podiumin në disiplinën e slalomit gjigant në ndalesën e 4 të këtij sezoni të Kupës së Botës në skit alpine. Sportistja që përfaqëson Shqipërinë mbylli garimin në vendin e 12 me kohën 2 minuta e 82%. Gara e radhës për Kulturin do të jetë nesër po në SBA, por në disiplinën e slalom.